Vajzat e reja me vetura të shtrejta. Dashnore, s'kurse kur gjo. Klumet ato, fluturojnë. Ju ka dhonë mundësia, të të me shvizukohen, a? A ke vlet e gruson e kërë? S'ku pas mundësi se nështë aeroplani kësha mli. E shef në rinin sot në Kosovë. Rinia që shumë mirë. Pse? Tona mundësi t'i kanë. Krejta mundësit i kanë, po thu. Po. Qa po me ndonë për shambull kë trendi i fundit që po i shoh me vajzat e reja me vetura të shtrejta. Që shë shef këtë pjesë? Klumet ato, fluturojnë. Pse? Ju ka dhonë mundësia, të të me shvizukohen, a? Po fiks. Po të regam që shkarë kjo mundësia me kam për shambull një vajzë ka që re dhe me pas një vetur shtrejtë. Po, sigurisht, prindja një mujnë. Prindja një mujnë. Po, ose daj dashnore. Të regam pak... Si do mos dashnore, s'kurse kur gjo. S'kurse kur gjo, po a thu që ja vlen? A ja vlen? Ja vlen. Se po thu? Qëse A ke vlet e gruson e kërë? S'ku pas mundësi se nështë aeroplani kësha mli. Qka është një dhurata ma e shtrejt që ja ke vlet grusate? Kina jetu një kohë pak Kene jetu që ma sovjet? shjetë ashtu është koha demokracisë pak ma zhvillimet janë ma të moja. Mentaliteti ka ndryshue. Rega ma mirë me mentalitetin e sotëm, a me ata që keni pas, jo Ja. në të kohë? Mentaliteti demokracisë është i shkelqyshu pa. Po, a ka mejt najsa në mirë prej kohës më hershme? A ka mejt një diçka që duhet me erujt ende? Shola kur gjë nuk jetë. Çdo sa ka qenë me diktaturë, çdo sa ka qenë me xhelozi, çdo sa ka qenë me inat. Sot po thuj që s'ka inat, ja? Ka, që në parlament ka xhelozi, ka inati. Për mu marri e modhe çka po parlament. është koha demokracisë, si të ka menimi vetë, mirë po do me bashkëpunue, do të me lani natet, se që është i kombëtare. Po jasha politikës, të regam që sa ke ti martu mirë? Që 45 vjetë. Që 45 vjetë. Falë. S'ka darë. Cila është një gjo ma e shtrejta që t'ka ndodhë gjatë martesës tënde? S'kisha bos më thonë që ka bos shtrejt diçka. Normalisht, dhe se. Diçka që e kishe vlerësu ti mas shumë të gjatë martesës? Zi, normale ka qenë çdo sa. S'ka qene te i kalume, s'ka qene po mesetarisht. Po. Që Cili është një mesazh joti që ja kishe dedikur rinis për me pas një lidhje të shëndosh? respekt, dashuri njëri ndaj tjetrit. Apo do të më respektue. Edhe sinqeritet me pas. Sinqeriteti, gjitha do hinë, amo mos me muhu të drejtën dhe mos me nënçmue. Po e sa të përsa të tregon pak për fund, kjo barazia gjinore, a është tamam qysh po duhet me qenë, apo është pak mbi këto? Ka lëviz pak a shumë, se së bash krejt të fund, se ka. Sa ka lëviz? Ka, qysh? Ka pozitiv është. Pa po mendon që gratë po lypin pak ma shumë si drejtat barabarta? Duhet me pas gratë. Njështë të meshëm ka thonë derisa femna nuk shkolluhet, si në parlament nuk oshtet. Femna sa me shkollu shteti, ma i fort bëhet. Faleminderit shumë. Përshëndes. Pa unë e kom punu 42 vjetë në Isel, s'ko mëjt me bleker kur. Këto shumë shpejt për blejnë. Lakmi mi o marë që sa nuk di. Eshe në punës është një punë ka rogën 1000 era. Do gjipat, mirë, vozitin, sene. S'guzoj me thonë kur gja. A keni pas kjerë jo? Pa qëfar kjerë kom. Autopeshke që edhe është mirë farë që rinin e sodin me pa që për jetojnë. Por që ta kemi nga përnu në atë vjetit që ditën e sodin me shvizu rinia. Tregon pak çfarë mendimi e ki për pjesën e vajzave të reja që e kanë një jetë shumë të mirë edhe i shohin me kjerra të shtrejta. Çka mendon për to? Mu më vjen shumë mirë për shembull që po jetojnë mirë, tash për shembull me gjitha të mirat po bëjnë kjerre të mira sene. Mi u mor lakmi. Sa mi u mor lakmi? Pa unë e kom punu 42 vjetë në Isel, s'ko mëjt me bleker kur. Këto shumë shpejt po blejnë. Lakmi mi u mor që sa nuk di. Qysh ka ndru pak jeta në krahasim me qysh e keni pasur? Ndryshe ma shumë i marë. Për shembull në kohën tonë, nën qytet shumë rrallë kemi dalë. Kurza ka qenë këtu 2 pjesë, kena shtetit këtu, edhe tonë kohën ma shumë kena dalë, kena shtetit në përmalë, në përgërmi me shukë. S'kena pas atëre. A keni pas kjerë jo? Pa qëfar kjerë kom, autopeshke që
nuk ka pas kafeteria ka shumë, s'kena pas as kushtet me dalë në për kape, me nëzë bërë shumë i dalë tash kushtet në shumë atë mira. Edhe është mirë fort që rinin e sotit në pa që për jetoj mirë. Por që ta kemi nga përnuar në atë vjetit që ditën e sotit me shvizu rinia. Edhe nga vje shumë mirë, mi shumë të knaqën. Sa jeni në rrjedha këtë kohën e fundit kur po i shohim për shembull femrat që tregojnë se kanë një kerr nashta tepër të mirë, po edhe po keq interpretohen nashta me ditë se ka po vinë ato. Aty kam edhe në dyshime pak. S'me di, qysh kanë mujtë me orë të një kerë që asë mirë, eshe në punës, është një punë e ka rrugën, hajtesh 1000 euro, do gjipat mirë, vozitin, sene. S'guzoj me thonë kur gjatë. Zguzon. Nuk guzoj me thonë sene, s'di që shpovinë. Tregon pak edhe për pjesën në Prishtinë, kemi po që ka pas probleme, greva, protesta rreth kompanisë pastrimit këto në Prishtinë. Çka më kanë për këtë pjesë? Këto është një problem shumë i madh, po më duket mes komunës edhe kompanisë pastrimit. Kanë pas disa mosmarrëveshje. Këtu është e keqja më e madhe jone se këtu partitë me vetë nuk po bashkëpunojnë. Në vend që mi ndihmu e ka marrë nashta këtë herë. Komuna e Prishtinës për shembull LDK-ja për dëkush e merr, mirë po tjertë ansambleistat duhet mi përkrah do punë të mira që duhet më bë. Në vend mi përkrah këta bllokojnë. Bllokojnë mos me pas sukses për shembull çaj kryetari i komunës. Me qëllim që kur të vinë zgjedhjet tjera me fitu parti tjera. Kjo është shumë keq.